Valët e Ungjillit përcjellin tek ju Prekja e Zotit. një program i përjavshëm nga Dr. Charles Stanley. Ju nuk do t'i bindeni një perëndie që nuk e njihni. Nëse ju nuk e njihni atë, ju nuk do t'i bindeni atij. Mirë se vini në programin Prekja e Zotit, një mësim biblik nga Dr. Charles Stanley. Si duket Perëndia? Kultura popullore mund të thoshte ai është një babagjysh i dashur që u jep gjithçka që i kërkoni. Ose mund të thotë, ai është një gjykatës i ashpër, që mezi pret ju ndëshkoj për mosbindje. Një tjetër pikpamje e sheh atë si jo miqësor dhe të largët, që në të vërtet nuk do t'ia di për asgjë që ndodh. Ndërsa ne e dim se këto hamendje nuk janë të sakta. Nganjëherë, ne i lejojmë ata që të ndikojmë paksa vështrimin ton për Zotin. Nëse ne pa vetdije besojmë se Zoti është i ashpër ose mos kokçarës, do të ndikohemi në mënyrën se si e jetojmë jetën tonë. Sot, Dr. Stanley na kujton për motivimin e duhur për një jetë në shenjtërim dhe bindje. Qëndro në valët tona dhe mëso arsyet që ti bindesh Perëndisë. Cila është përgjigja juaj sa herë që përballeni me marrjen e një vendimi për t'ju bindur ose jo Perëndisë? Ndoshta thoni, nganjëherë bëj, nganjëherë nuk e bëj. A e dini çfarë? Kur të filloni të jetoni një jetë të perëndishme, nuk do të merreni më me nganjëherë bëj, nganjëherë nuk e bëj. Dihet që her pas here mund të na dalin pengesa. Do të kemi momente kur për arsye të ndryshme nuk do të bëjmë saktësisht atë çfarë thot ai. Por është shumë e rëndësishme që të mos keni një mënyrë të tillë dembele të menduari, nganjëherë e bëj, nganjëherë nuk e bëj, sepse shpejt do ta kuptoni që kjo nuk është një mënyrë jetese e perëndishme. Nuk është kjo mënyra se si do Perëndia që të jetojmë. Le të shkojmë së bashku te kapitulli 5 i librit të Veprave të Apostujve. Më lejoni t'ju jap pak informacion se çfarë po ndodh. Pietri dhe Gjoni shkuan në tempull. Këtu shohim një njeri që ka qenë i çal për 40 vjet që nga lindja. Veprat e Apostujve, kapitulli 3, vargu i 6, thot: Por Pietri tha, unë nuk kam as argjend, as ar, por atë që kam, po ta jap. Në emër të Jezus Krishtit Nazarenas, çohu dhe ec. Pietri e zuri nga dora, e tërhoqi lart, dhe ai qëndroi në këmbë i shëruar. Të gjithë përreth u mrekulluan. Për këtë veprim Pietri dhe Gjoni u dërguan para gjykatësve dhe u morën në pyetje. Tek Veprat e Apostujve, kapitulli 4, vargjet 19 deri në 20, thuhet: Por Pietri dhe Gjoni, duke i përgjigjur atyre, thanë: Gjykoni ju, nëse është e drejtë para Perëndisë t'ju bindemi më shumë juve se sa Perëndisë, sepse ne nuk mund të mos flasim për ato që kemi parë dhe dëgjuar. Dhe ata kanë parë sigurisht kryqëzimin e Zotit Jezus Krisht, ringjalljen e tij pas 3 ditësh dhe gjithçka tjetër. Kështu që i lënë të largohen. Pietri dhe Gjoni fillojnë të predikojnë ungjillin sërish. Qindra njerëz shpëtohen dhe ata arrestohen përsëri. I dërgojnë në qeli, por një angjëll i Zotit i liron dhe kur vinë t'i kërkojnë, nuk mund t'i gjejnë. Por dikush erdhi dhe raportoi se ata janë parë sërish në tempull. Kështu çojnë sërish para gjykatësve edhe dëgjoni se çfarë ndodh tek Veprat e Apostujve, kapitulli 5, vargjet 27 deri në 32. Kështu pra, i sollën dhe i paraqitën përpara Sinedrit dhe kryeprifti i pyeti, duke thënë: Po a nuk ju kemi ndalur rreptësisht të mësonin ata emër? Ky është emri i Jezusit. Dhe ja, ju e keni mbushur Jeruzalemin me doktrinën tuaj dhe doni që të bjerë mbi ne gjaku i atij njeriu. Dëgjoni se çfarë tha Pietri. Por Pietri dhe apostujt duke i përgjigjur thanë: Duhet t'i bindemi Perëndisë më shumë se sa njerëzve. Perëndia e jetërve tanë e ka ringjallur Jezusin që ju e vrat duke e varur në dru. Perëndia e lartësoi me të djathtën e vet dhe e bëri princ dhe shpëtimtar për t'i dhënë Izraelit pendimin
dhe faljen e mëkateve. Dhe për këto gjëra, ne jemi dëshmitar të tij, si edhe fryma e shenjtë që Perëndia ua ka dhënë atyre që i binden atij. Tani, këtu ngrihet pyetja. Çfarë motivon këtë pasion brenda tij për të thënë, duhet i bindemi Perëndisë më shumë se sa njerëzve? A ju duhet juve ndonjëherë ta thoni këtë? Duhet i bindemi Perëndisë më shumë se sa ju? Duhet i bindemi Perëndisë më shumë se sa njerëzve? Ose më thjesht, duhet i bindem Perëndisë në këtë situatë? A jeni përballur ndonjëherë me diçka që Perëndia ka dashur që të përballeni dhe e dini në zemrën tuaj që duhet i bindeni? Çfarë ndes këtë lloj pasioni brenda Pjetrit që e shtyn të thotë, ne duhet t'i bindemi Perëndisë? Nuk është ndonjë farë detyrimi, faji apo frikë ndaj tij, por cila është arsyeja? Më lejoni t'ju bëj një pyetje. Pse i bindeni Perëndisë kur përballeni me situata të caktuara në jetë? Sepse keni frikë prej tij? Shumë njerëz jetojnë të mbytur në frikë edhe pasi janë shpëtuar. Jetojnë plot frikë duke menduar, sikur unë ta bëj këtë, çfarë do të mendoj Perëndia? Nuk dua ta zhgënjej Perëndin. A e dini? Ju nuk mund ta zhgënjeni Perëndin. Që të zhgënjeni dikë do të thotë se ata duhet të kenë shpresë në ju dhe mos njohjet asaj që do të ndodhë. A e dini çfarë? Zoti di gjithçka mbi atë që do të bëjmë unë dhe ti, dhe nuk zhgënjehet asnjëherë. Ai tashmë njeh gjithçka që do të ndodhë në jetën tonë, kështu që nuk zhgënjehet. Ai mund të trishtohet nga gjërat që bëjmë, por kjo nuk përbën ndonjë befasi për të. Perëndia nuk do që t'i bindeni sepse keni frikë se mund t'ju ndodhë ndonjë gjë e keqe. Atëherë, pse do Perëndia që t'i bindeni? Cili është motivi i tij? Cili është motivi i apostullit Pjetër? Ndërsa qëndron para këtyre njerëzve që kanë fuqinë ta burgosin sërish, ndoshta për një kohë të gjatë, ose edhe t'ia marrin jetën, ai thotë, ne duhet i bindemi Perëndisë. Pjetri dinte diçka. Ai ishte motivuar nga gjërat e duhura. Cilat janë ato? E para, ne i bindemi Perëndisë sepse e admirojmë, sepse e pranojmë që ai është Zoti. Ne e njohim atë. Shikoni se çfarë po thonë dishepujt këtu kur vijnë përpara krerëve të popullit. Veprat e apostujve, kapitulli 4, vargjet 8 deri në 12. Atëherë Pietri, i mbushur me frymën e shenjtë, u tha atyre, krerë të popullit dhe pleqët e Izraelit. Nëse ne sot gjykohemi për një mirësi që ju bë një njeriu të sëmur për të ditur si u shërua ai, le ta njihni të gjithë ju dhe mbarë populli i Izraelit se kjo u bë në emër të Jezus Krishtit Nazareas, që ju e kryqësuat dhe që Perëndia e ringjalli prej së vdekurish. Me anë të tij, ky njeri del para jush i shëruar plotësisht. Ky është guri, Jezus, që ju ndërtuesit e hodhët poshtë dhe që u bë guri i qoshes. Dhe në asnjë tjetër nuk ka shpëtim, sepse nuk ka asnjë emër tjetër nën qiell që ju është dhënë njerëzve dhe me anë të cilit duhet të shpëtohemi. A e dini se çfarë motivoi Pietrin? Ai kishte një admirim, respekt dhe nderim të thellë për Zotin Jezus Krisht. Pietri e dinte se kush ishte Zoti. Ekziston një dallim thelbësor midis frikës perëndishme që ka në thelb të saj nderimin dhe frikën që vjen nga prifti më i lartë dhe frikës se mund të ndodhin gjëra të këqija. Kjo do të thotë që ne e nderojmë, e lavdërojmë, e adhurojmë atë për atë që ai është. Ne e shohim atë ashtu siç është, si krijuesin e qiellit dhe të tokës, si dhënësin e jetës për secilin prej nesh. Dhe kur Pietri thotë, ne duhet i bindemi Perëndisë, e dinte fare mirë se për kë po fliste. Dashuria e Krishtit për ne është e pakapërcyeshme, është absolutisht e pamatshme. Sa herë që mendojmë rreth faljes së mëkateve tona, rreth karakterit të Zotit, gjërat që thot dhe bën, mbushemi plot me respekt dhe nderim ndaj tij. Por pse duhet i bindemi atij? Ne duhet i bindemi Zotit për atë që ai është. Një arsye e dytë pse i bindemi Zotit është për shkak të një mirënjohje të thellë. Perëndia, Ati, përmes birit të tij Jezus Krishtit dhe frymës së shenjtë, erdhi tek ne, na shfaqsoi nga mëkatet
dhe na dha dhuratën e besimit. Çfarë bëri ai për ne? Zoti na shpëtoi, na shpengoi, na pranoi, na justifikoi, na shenjtëroi. Ai na adoptoi në familjen e tij. Kështu që çdo njeri nga ne është një fëmijë i Perëndisë së gjallë sapo beson në Jezus Krishtin si shpëtimtarin e tij personal. Dhe ai dërgoi frymën e shenjtë të na vulos përgjithënjë si një nga fëmijët e tij. Mendo pak për këtë. Ju dhe unë nuk jemi shpëtuar për shkak të veprave tona të mira. Përkundrazi, ne jemi shpëtuar nga mëshira e madhe e Zotit. Ne nuk e ruajmë shpëtimin me veprat tona të mira, por për shkak të dhuratës së tij qiellore. Mendo sa shumë ka bërë ai për ne, dhe ne ndonjëherë asnjëherë dim fare. Ne flasim rreth shpengimit për faktin se ai pagoi borxhin e mëkatit tonë në kryq dhe harrojmë se është një gjë që asnjëri prej nesh nuk do të mund ta bënte. Ai përgatiti për secilin prej jush një shtëpi në parajs dhe e shkroi emrin tuaj në librin e jetës së qenjit. Kur u mendoni për të gjitha këto, si është e mundur që të mos i bindemi atij, motivuar prej mirënjohjes së pacënueshme dhe falënderimit? Por ka edhe një arsye të tretë. Mendoj se Pietri po mendonte të njëjtën gjë kur tha: ne duhet i bindemi Perëndisë më shumë se sa njerëzve. Pse? Thjesht sepse e duam Zotin. Pietri sigurisht që e donte Zotin. E dini se kur mendoj për gjithë gjërat që vuajti Pietri për besimin dhe se çfarë prisi ishte ai në mes të apostujve, më duket krejt njëri tjetër me Pietrin që mohoi Jezusin në momentet më kritike të jetës së tij. Imagjinoni zhbirimin e syve të Jezusit kur sytë e tij u ndeshën me sytë e Pietrit. Tek Ungjilli Lukës, kapitulli 22, vargu 61 lexojmë: dhe Zoti u kthye dhe e pa Pietrin. Dhe Pietrit i kujtua fjala që i kishte thënë Zoti: para se të këndoj gjeli, ti do të mohosh 3 herë. Kjo fjalë i shkoi drejt në zemrën e tij. Ai mund të ketë qarë shumë pa pushim ndërsa e rrëfente këtë mëkat dhe pendoi. Por ai dini çfarë? Dashuria që kishte për Jezusin i dha kurajon, konfidencën dhe siguri që nuk mund t'ia jepte asgjë tjetër në botë. Mendoni për pak minuta rreth asaj që thot Pietri. Ne duhet i bindemi Perëndisë më shumë se sa njerëzve. Mendoni se sa shumë na ka dashur Jezusi. Ai e ka treguar dashurinë e tij në mënyra të ndryshme, por ajo që më prek më shumë është që ai ka një plan për jetën time dhe tuaja. Ndërsa mendoni rreth kësaj, le të shohim për shembull te kapitulli i parë i Efesianëve për një moment, sepse ky është një pasazh i mrekullueshëm. Shpeshherë ndoshta mendoni: a do t'ja di Perëndia për mua? A më do Perëndia? E kështu me radhë. Por le të lexojmë tek letra drejtuar Efesianëve, kapitulli i parë, vargu i 3. I bekuar qoftë Perëndia, Ati i Zotit ton Jezus Krisht, që na bekoj me çdo bekim frymëror në vendet qiellore në Krishtin. A e dini se çfarë nën kupton kjo? Perëndia e ka planifikuar këtë tashmë, ka ruajtur dhe siguruar për ju edhe gjën më të thjeshtë për të cilën ne kemi nevojë. Dëgjoni çfarë thuhet tek letra drejtuar Efesianëve, kapitulli i parë, vargu i 4. Sikurse na zgjodhi në të përpara se të themelojë bota, që të jemi të shenjtë dhe të papërlyer përpara tij në dashuri. Këtu gjejmë një shprehje të mrekullueshme të dashurisë së Krishtit për ne. Perëndia na zgjodhi për shkak të dashurisë së tij. Shikoj se çfarë thot Pali tek letra drejtuar Efesianëve, kapitulli i parë, vargu 5. Sikurse na zgjodhi në të përpara se të themelojë bota, që të jemi të shenjtë dhe të papërlyer përpara tij në dashuri. Të bëjmë çfarë? Të bëhemi antar të familjes së tij. A e dini pse e bëri ai këtë? Për shkak të dashurisë që kishte për ne të gjithë. Mendoni për një moment për dashurinë e tij, gjërat që ka bërë për ne, se si na mbuloi me mëshirën e tij, që Perëndia na do kaq shumë sa që planifikoi më të mirën për jetën tonë dhe është i gatshëm të ecë me ne përgjatë këtij plani. Kur mendoj sa shumë na do Jezusi dhe gjithçka që ka bërë për ne, pyes veten: pse kam nevojë për ndonjë arsye tjetër për të dashur? Kaq mjafton. Ne i bindemi Zotit sepse ne e duam. Dhe është e pamundur ta duash atë nëse nuk e kuptoni se kush është ai. Vetëm atëherë kur ta kuptoni se kush është Zoti, mirënjohja juaj do të fillojë të prek
qiellin. Pse i bindeni Perëndis? A mund të thoni se kjo vjen sepse e kuptoni se ai është kontrolluesi i gjithë pushtetshëm i universit, Ati juaj qiellor? A mundeni të thoni se zemra juaj është e mbushur me mirënjohje për gjithçka që ka bërë dhe do të bëjë ai në jetën tuaj? A e thoni këtë sepse e doni Zotin apo për ndonjë arsye tjetër? Arsye katër që ne duhet i bindemi Zotit është sepse besojmë në të. Pse mendoni ju se apostulli Pjetër dhe ndjekësit e tij thanë ne duhet i bindemi Zotit? Këtu është arsyeja, sepse ata besonin tek Zoti. A e dini se çfarë? Ju nuk do t'i bindeni një perëndije që nuk e besoni. Dhe arsyeja që ju dhe unë nuk i bindemi atij është sepse në ato moment nuk i besojmë atij. Me fjalë të tjera, po themi se nuk e besojmë se ai është vërtet gjithçka që thotë se është. Me qëndrimin ton po themi se i dim gjërat më mirë se ai nuk mund ta rregullojë këtë dhe për këtë arsye ne do t'ia dalim me fuqinë tonë. Nuk mund të pres në të, sepse ja dal vetë më shpejt. Zoti nuk i kupton të gjitha rrethanat. Nëse do ta dinte çfarë di unë, do ta bënte këtë sipas mënyrës time. Ai dini se çfarë. Ju nuk mund t'i bindeni një Zoti që nuk e besoni. Përkundrazi, ne duhet i bindemi atij sepse e besojmë. Sepse besojmë se nëse thotë se do të bëj diçka, do ta bëj me të vërtetë. Do ta bëj pavarësisht nga kostoja, në çdo rrethan. Shiko, ju dhe unë mund të gjendemi në situata dhe rrethana të ndryshme që nuk dim të japim përgjigje. Por kjo nuk ndodh kurrë me Zotin. Ai e ka gjithmonë gati përgjigjen. Ai nuk ka qenë kurrë i shqetësuar, i mërzitur ose i inatosur nga disa rrethana në jetën tonë. Ai na do pa kushte dhe na dëshiron më të mirën për ne. A ka patur qoftë edhe një rast të vetëm kur Zoti nuk ju është përgjigjur në kohë dhe në mënyrën e duhur? Jam i bindur se nuk ka, sepse kjo është natyra e tij. Ai nuk mund t'ju braktisë për asnjë lloj arsye. Nëse ne e duam Zotin, patjetër që do t'i bindemi. Nëse besojmë vërtet tek ai, do t'i bindemi pavarësisht se çfarë mund të thotë arsyeja jon. Arsyeja e pestë që ne duhet i bindemi Zotit është sepse ndjehemi shumë të sigurt kur i bindemi atij. Tani mendo rreth kësaj për një moment. Ndërsa qëndronin përballë akuzuesve të tyre, Pietri dhe Gjoni, tek Veprat e Apostujve, kapitulli 4, vargjet 19 deri në 20, përgjigjen. Por Pietri dhe Gjoni duke i përgjigjur atyre thanë: "Gjikoni ju, nëse është e drejtë para Perëndis, t'ju bindemi më shumë juve se sa Perëndis, sepse ne nuk mund të mos flasim për ato që kemi parë dhe dëgjuar." Ata kishin shumë guxim dhe besim tek Perëndia e tyre kur thanë: "Ne duhet i bindemi Perëndis dhe jo njerëzve." Sa herë që unë dhe ti mëkatojmë kundra Zotit, ndërgjegja jonë fillon të punojë. Dhe kjo nuk është e vetmja gjë që fillon të punojë. Mëkati copëzon mendimet tuaja duke sjellë dyshime, frikë, mangth, shqetësime. Mëkati e shtyn një person të marrë vendime që nuk janë të mençura. Tani këtu gjejmë një sens të mrekullueshëm sigurie që vjen kur ju dhe unë i bindemi atij. Kur ne i bindemi atij, Perëndia na jep një ndjenjë sigurie që nuk vjen asnjë rrugë tjetër përveç se prej tij. Shikoni, unë dhe ju duhet i bindemi atij për shkak të kësaj sigurie të lartë që na jep. Ndodh që të pyesim, si është e mundur që disa njerëz mund të shkojnë përmes vështirësive, vuajtjeve dhe dhimbjeve me një buzëqeshje dhe një ndjenjë qetësie të jashtëzakonshme. Edhe pse situata mund të kenë qenë shumë e dhimbshme, ata përsëri ja dalin të ruajnë një paqe dhe qetësi të brendshme, të paimagjinueshme për mendjen njerëzore. Ja kush është arsyeja. Kur një person i bindet Atit, rrethanat nuk mund t'ia ndryshojnë besimin. Ati do t'u jap një ndjenjë sigurie, force, kurajoje, besimi dhe kënaqësie që asnjë tjetër në botë nuk mund t'u jap. Dhe shiko, këtu nuk gjejmë asnjë lloj përgjigje tjetër për këtë lloj sigurie dhe besimi. Djalli mund të përpiqet t'ju të ndojë, testoj, t'ju bëj që të dorëzoheni, t'ju dekurajoj sa të lini në mes, mund të bëj gjithçfarë gjëra si këto, por fryma e shenjtë brenda jush do t'ju kujtojë se po esni në praninë e Atit, mbretit të plot fuqishëm të universit. Unë jam këtu me ju. Unë do të aftësoj, unë do të mbroj, do të drejtoj përmes kësaj situate. Fryma e shenjtë thot: ti do t'ja dalësh mban. Unë
do të të bekoj. Unë do të të nderoj. Unë do të bëj gjëra në jetën tuaj më shumë nga çfarë mund ta imagjinoni. Kjo është dëshmia e frymës së Perëndisë. Kur ju dhe unë i bindemi Zotit. Po të ecim në mosbindje, do të mbushemi plot mangthje, trazime dhe frikë. Është shumë e natyrshme që të merrni vendime të marra. Fryma e shenjtë na jep një lloj sigurie që askush tjetër nuk mund t'ua jap apo premtoj. Pavarësisht nga persekutimi, vështirësitë, nevojat, dhimbjet, fryma e shenjtë është aty për t'ju dhënë një ndjesi të mrekullueshme sigurie dhe mbrojtjeje. Perëndia i gjallë jeton brenda jush. Nëse jeni një nga këta persona që jetojnë në frikë, pyet e veten: çfarë nuk shkon me të shkuarën time që më shfaqet her pas here? A ka ndonjë gjë në të shkuarën time që duhet ta zgjidh? Dhe përfundimisht do të zbuloni sepse nuk i bindeni Perëndisë dhe sepse nuk keni siguri në të. Mos harro, një atë qellor dhe i dashur siç është Zoti nuk do t'ju lejojë të keni një ndjenjë sigurie guximi dhe konfidencë të brendshme kur e di se po esni në mosbindje. Jeni jashtë egut të tij dhe jashtë planeve të tij. Dhe a dini se çfarë do të bëjë Zoti? Perëndia bën gjithçka që të na sjellë tek vetja. Ne i bindemi Perëndisë sepse kemi një ndjenjë sigurie të brendshme që vjen nga fakti se e dim se po ecim në vullnetin e tij. Kjo është arsyeja pse njerëzit gjejnë fuqi që të përballen me vdekjen, madje edhe kur janë të mbërthyer nga sëmundja, duke ditur se ata janë brenda vullnetit të Atit, gjejnë fuqi të ecin përpara me këtë ndjesi të mrekullueshme besimi brenda tyre. Sa herë që ndodheni në një situatë ose rrethan të mbushur me frikë, pasiguri dhe dyshime, pyet e veten: pse duhet të friksohet një fëmijë i Perëndisë i dashur pa kushte nga Ati qellor, që ka premtuar se asnjë armë e sajuar kundra tij nuk do të ketë sukses? Dhe nëse do ta ekzaminoni me kujdes veten tuaj, ashtu si ekzaminon një mjek pacientin, do të vini re se mungon diçka: bindja ndaj Zotit, sepse nuk ka siguri të brendshme pa bindjen tek Perëndia. Bekimi i pafund i Perëndisë i pret të gjithë ata që i përgjigjen me bindje drejtimit të tij. Në programin e ditës së sotme, Dr. Stanley na tha me urgjencë që ne duhet të studiojmë Biblën, t'i kërkojmë Zotit të na jap kuptimin për natyrën dhe karakterin e tij. Kjo gjë do t'ju motivojë që t'i shërbeni dhe t'i bindeni Perëndisë. Nëse jeni një besimtar, Perëndia ju ka bërë tashmë pjesë të familjes së tij. Efezianët kapitulli 1, vargjet 3 deri në 8 na rikujton këtë të vërtet të mrekullueshme. I bekuar qoftë Perëndia, Ati i Zotit ton Jezu Krisht, që na bekoi me çdo bekim frymëror në vendet qellore në Krishtin, sikurse na zgjodhi në të përpara se të themelohej bota, që të jemi të shenjtë dhe të papërlyer përpara Tij në dashuri, duke na paracaktuar që të birësohemi në veten e Tij me anë të Jezu Krishtit, sipas pëlqimit të vullnetit të vet, për lëvdim të lavdisë së hirit të Tij, me të cilin na bëri të pëlqyer në të dashurin birin e Tij, në të cilin kemi shpagimin me anë të gjakut të Tij, faljen e mëkateve sipas pasurisë së hirit të Tij, të cilin e bëri të teprojë ndaj nesh me gjithë urtësinë dhe mençurinë. Në përfundim të minutave tona të dashur miq, ju kujtojmë se ne presim letrat tuaja në adresën Valët e Ungjillit, kutia postare 130 Tiranë, ose me email në adresën valeteungjillit@yahoo.com. Na tregoni se si ju ndihmon programi ynë në ecjen tuaj me Perëndin. Ishte kënaqësi t'i kalonim këto minuta së bashku. Do të ridigjohemi bashk herën e ardhshme. Zoti ju bekoft të gjithëve. Ndoqët programin Prekja e Zotit. një prodhim i organizatës radiofonike Valët e Ungjillit.